Mbrëm nga ora 23 deri në orën 2 në zonën e sektorit për punë të brendshme në Tetov, zyrtarët policor nga sektori për punë të brendshme Tetov, në bashkëpunim me Inspektoratin Shtetëror të Tregut, Inspektoratin Shtetëror të Punës dhe Drejtorinë për Mbrojtje dhe Shpëtim, kanë kryer aksion kontrollues në 3 objekte hotelerike. Në të njëjtën kohë, në njërin nga objektet është privuar nga liria 32 vjeçari R.E. nga Tetova, të cilit gjatë kontrollit i është gjetur dhe konfiskuar kokainë. Gjithashtu në 3 lokale hotelerike janë ndaluar personat E.I. 32 vjeç nga Bogovina, A.J. 55 nga Tetova, Sh.L. 27 nga fshati Poroj dhe E.A. 35 vjeç nga fshati Reqice Vogël, tek të cilët janë gjetur sende të mprehta. Ata janë ndaluar në komisariat dhe pas dokumentimit të rasteve do të përgatiten parashtresat përkatëse nga neni 215 i kodit penal dhe neni 80 i ligjit për armët. Gjithashtu një sër parregullësish janë konstatuar nga institucionet e tjera të përfshira në aksionin e kontrollit, gjatë të cilit Inspektorati Shtetëror i Tregut do të jap vendime për mbylljen e 2 objekteve. Mbrëm rreth orës 23:30, zyrtar policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë arrestuar 22 vjeçarin H.A. nga Gostivari. Nga ora 22:50 deri në orën 23:30, punonësit e policisë kanë kryer bastisje në një banesë dhe ambiente të tjera në pronësi të BPZ-s në rrugën Goce Delçev në Gostivar. Gjatë kontrollit, H.A. u gjet duke përdorur drogë, si dhe u gjetën sende me mbetje kokaine dhe një gjilpër mjekësore. Ai është ndaluar në komisariat dhe pas dokumentimit të rastit do t'i përpilohet parashtresë përkatëse. Mbrëm rreth orës 21:15 në rrugën Shumatovska në Gostivar, zyrtar policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë privuar nga liria 53 vjeçarin N.Z. nga fshati Çegran. Tek ai gjatë kontrollit është gjetur dhe konfiskuar heroin, 3 shiringa dhe 5 gjilpëra. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do t'i përgatitet parashtresë përkatëse. Mbrëm rreth orës 19:50 në fshatin Çajle të Gostivarit, për shkak të dyshimit të arsyeshëm për kryerjen e veprës penale vjedhje, punonësit e policisë nga njësiti policor Çegran kanë privuar nga liria 44 vjeçarin A.E. nga fshati Çajle. I njëjti është raportuar se gjatë muajit të kaluar ka vjedhur disa qengja, të cilët i janë gjetur dhe kthyer pronarit. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe ndaj tij do të bëhet parashtresë përkatëse. Dje rreth orës 17:15 në rrugën Borçe Jovanovski në Gostivar, zyrtar policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar privuan nga liria 21 vjeçaren H.Ç. nga Gostivari. Ajo dyshohet se në fund të muajit të kaluar i ka vjedhur motrës një byzylyk floriri. E njëjta është ndaluar në stacionin policor për procedim të mëtejshëm dhe ndaj saj do të bëhet kallëzim përkatës. Dje rreth orës 14:30 në rrugën Ilindenska në Gostivar, zyrtar policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë arrestuar 69 vjeçarin E.M. nga fshati Negotin e Gostivarit, i cili është sjellë në mënyrë agresive ndaj tyre dhe i kanë nënçmuar gjatë kryerjes së veprimeve zyrtare. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do t'i përpilohet parashtresë përkatëse. Dje rreth orës 15:50 në R.A. 39 vjeç nga Tetova së bashku me djalin e saj të mitur ka raportuar se derisa i mituri ishte duke u larguar nga shkolla fillore e Tetovës, është sulmuar fizikisht nga të mitur të tjerë, nxënës të së njëjtës shkollë, po merren masa për zbardhjen e plotë të rastit. Mbrëm rreth orës 22:50 në një sitin policor Çegran, personi R.O. 37 vjeç nga fshati Forin ka raportuar se rreth orës 13:30 djali i tij i mitur është sulmuar fizikisht nga shoku i klasës në shkollën fillore të fshatit, po merren masa për zbardhjen e plotë të rastit. Mbrëm rreth orës 20:10 në Departamentin për Punë të Brendshme Gostivar është raportuar se në rrugën JNA ka rënë zjarr në një shtëpi në pronësi të AD, ku djali i saj MM 38 vjeç nga zjarri ka pësuar lëndime të lehta. Me ndërhyrjen e ekipit të zjarrfikësve të Gostivarit, zjarri është shuar, ndërsa MM është transportuar në qendrën emergjente të Gostivarit. Një ekip nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar ka kryer inspektimin.